A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam i dërgojmë. Lutë Allahun që na pranoj këtë vepër në peshojën e sevapeve tona për ditën e Kiametit ya Rabb. Lutë Allahun që të na nderojë në dunja dhe në ahiret. Vazni, mos harroni se nuk ka më mirë se sa mexhliset e dijes. Për ibadeteve më të mëdha që besimtari i bën aty në pse jo edhe farz, se dija nuk është vetëm nafile, dija është edhe farz. Farz është të gjitha me mësua ato sene të cilat të afrojnë të Allahu edhe janë obligim, kemi dy lloj dije farz dhe dije sunat. Gjërat të cilat i ke obligim me ditë mos me injoru karshi Zotit, karshi fesë, karshi Kuranit, karshi pejgamberit, karshi ibadeteve. Që i farz, atër me prezentun ato dersa është farz. Me mësuat pjesë dijes është farz. Edhe mos harroni, po jap në këshill jashtë temës, në këto ditë të cilat vetëm se kanë filluar disa sulme në përbot, në mes shteteve, me ndikim ndërkombëtar, edhe jo po bëhet lufta e tretë botërore, jo armët bërthamore kështu me radhë. Po këshilloj veten edhe juve me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është i sakt edhe na ka treguar këto fitne, këto kohë, çka më bë besimtari. Thot Rasulullah alayhi salatu wassalam, adhurimi në kohë turbullirash, fitnesh, luftash, ke hijratin i leje, i përngjan hijretit tek unë. Sahabët, kur kanë met në pozitat të vështira në jetën e tyre në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, çka kanë bë? Kanë shku hijrat kanë bë në Medinë, për me gjetë afërsi, qetësi, për krahje mbështetje nga pejgamberi alayhi salatu wasallam. Al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Adhurimi në kohë të luftrave, të lasheve, të fitneve. Andaj keni kujdes për këshill vetes edhe juve. Mos t'ju fshin përpara valet e lajmeve. Nëse më ngoni mu, lani anash, sepse incinat me të cilat ti i dëgjon, nuk e ndryshojnë rrjedhën e botës, rrjedhën e kaderit Allahit. Mas pari na dim që është kader. Nuk duhet të besojmë se pa i bën filani fisteki parimisht, kaderi Zotit. E pastaj njerëzit veç janë sebepe, nuk janë vendimtarët, janë veç lodra, loja, janë veç pijuna në kaderin e Zotit. Andaj mos i jepni shumë rëndësi atyre njerëzve që po i luajnë këto loja. Janë vetëm masha në kaderin e Zotit. Ç'a më bë? Mos e hup kohën me këto gjëra, hupa me gjëra, hupen thojza, dobishme, me ibadet, fokuson ibadet. Kjo i përngjan sikurse hijretit tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E për ibadeteve është edhe pjesëmarrja në këto dersa. Mos i neglizhoni, për hir të Allahut mos i neglizhoni. Sa të mundni merrni shok me vete, jo vetëm këto po edhe nderset e tjera. Tash dalim temë, sot e kemi një kapitull 3 me titull Përzierja me njerëz, ndaja me ta, shoqërimi me të tjerët. Domethënë ju e dini se në Islam fjala insan më e sakta e ka kuptimin prej foljes uns, me gjithë qëtësi prejhje. Ka prej tyne që kanë thonë prej foljes nësije, që dhe më thonë harres, insani harran, po më sakta prej asaj uns, që është që s'mun me najtë vetë, ka qef me pas shoqëni, mu përzi me njerëz, qoftë për me u relaksu, qoftë me bashkëpunu, se nuk është përzimja vetëm për relaks, ka erë ti del me një shok për me najtë, po ka erë ki pun me dikan, nuk ka, nështë s'ki qef, hiq mu taku me ta, për shembull me shku te doktorin në spital, hiç s'kam qef me pa doktorin në spital, ama s'kam çare kërë pa shku. Kam qef me pa në kafe, me nejt me ta dikun ku, mu i mu relaksu, po kërë duhet edhe aty ku, domethënë, prandaj insani është i krijuar me nejt me të tjerët. Edhe Ademi a.s. kur është kriju në xhenet, Allahu kur e ka kriju në xhenet, e dini historinë, ja ka kriju edhe bashortën për me gjetë qetësi, edhe rahatlëk mes vete. Edhe një prej sebepeve pse njerëzit burgosen, si lloj dënimi, para mendo,
në logjikën mos më konë që kjo që njeriu ka qef me nejt me tjertë, ka qef mu përzi me tjertë, e njën vetën të relaksum, kurse vetëmia i pengon. Domethënë, sikur mos ishte që kjo në natyrshmëri mrena njerit, atëherë do t'i binte që njerin me qenë në burg me relaksu, me e shpërbly, rrin rahat, s'ka me punu, s'ka mu lodh, bukën, hajën, pijet, 3 herë në ditë, gjumin po, nxehtë dimnit, flat verës, ato kushtet që ka mund mi pas, po flasim për burgje të standardeve të sotme, jo të aty në standardeve ku i dim luftrat edhe të lashet ku njerëzit janë çmend, sikurse i pam edhe nëpër televizora, ato regjimet, Allah i na ruaj. Por pse ndodh kjo, i mirët liria, sepse njeriu është i krijuar në natyrshmërinë e tij mu përzime të tjerët. Edhe në momentin që është si lloj dënimi. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë një rregull, ka thënë më të mirin ata njerëz të cilët përzihen me të tjerët, edhe bëjnë sabër ndaj atyne këqijave që mundën me u ballafaqu me të këqija të njerëzve. Ka njeri fol shumë, ka njeri rën shumë, ka njeri tradhton, ka njeri bën fjalë, ka njeri që mashtron. Tash me u ballafaqu me këta është më mirë se sa ai i cili izolohet edhe nuk mundet me i duru që to fatkeqësi të njerëzve. Pse mu përzi? Jo vetëm mu përzi thjesht, mu përzi, po për me mujt me ndiku me përmirësu shoqërinë. Mirë. Si nifët njeriu, a është i mirë apo i keq? Nëse vjen dikush me të lyp një dëshmi prej teje, çka mendon për filanin? Atëherë, nëse njënën prej këtyne 3 sanëve nuk e ke provu me ta, mos jep në vlerësim të sigurt për ta. Mund të dëshmash për ta, por ta mash një rezerve t'i ka zë shiko. Unë s'kom pas njënën për këtyne 3 punëve që kena mi përmend tash. Por, në bazë të asaj që unë po mendoj, kështu ashtë filani. Njerëzit nëse në manet toni një lanë do sene, vjen edhe thot ty, për shembull, për një shitblerje, për një martesë, një djalit, një vajzës, edhe të pyet, për një biznes, për një diçka të madhe që edhe të pyet çështën e filanin, nuk bën me im shef të këqijat e tij. S'është gibet me kallzu të këqijat e tij. Vallahi, kështu, ja përmend një të keqe të cilën ti e din sigurt, jo më shpif. Në kohën e Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, kërkoi Omeri radhiyallahu anhu me dëshmu për njënin me kallzu çështën e filanin. U çu një burr aty tha, unë e ja Amirul Mu'minin. Çështën e tha? Tha një tha për burr të mirë, për të drejt edhe besnik. Tha Omeri, me cilën gjë e ke provu? A i rudhi kraht. Tha, a ki kojshi që gjdo ditë rrin me ta, e di kur del ditën, kur del natën. Do me thonë, ja din jetën ma shumë se sa thjesht gjysore në kafe. Po një, si sillet me familje. Do me thonë, na që thojmë, a ke hongër një thes kryp, një thes hargjot shpejt, 100 thas, një kamion. Do me thonë, a një gjatë, a një kjo është për qëllim, fjala Omerit, a një afat gjatë, a ki kojshi, a ke pas me ta hymje dalje, dars ma deke, që sillet në familje, që ka banë, ku shkën, që shvjen. Tha jo, se kam kojshi, do ma s'kom najt me ta shumë, se kom shoqëru. Mirë. I tha Omeri, e dyta, a ke pas punë me ta me dinare dhe me dirhem? Shitblerje, ku tha Omeri, shihet të dinare dhe të dirhemi, të lakmia e dunjas, shihet devotshmëria e besimtarit. Të ndashër vëllezër, nuk mos u mashtroni me devotshmërinë e safit parë. Jo. Me devotshmërinë e tesbive, me devotshmërinë atyne që kajnë kur hoxha ma nders. Jo. Ndash me dit, mi prek në tel, devotshmërinë e njerëzve shihe, kur e dajnë trashëgimin, vllaznia mes vete, cili po ka lakmi ma shumë se tjetri, kur ke një shitblerje, kur ke bën një marrëveshje me ta edhe po do me ik,
marrveshjes veç se ke shkru. A e dhe dhaj që qashtu është? Thot, ja, s'kemi marrë vesh qashtu. Ta them ty, marrveshjen për interes dunjas. Këtu shihet devotshmëria besimtarit. Ajo në xhami, ajo mbetet mes tij dhe Allahut, se aty nuk ka lakmi. Kur del të lakmia në rrugë, në pazar, se si bën dallavere, si ja shet tjetrit mallin e presht. A keni testuar në herë vetën se cili prej neve kemi blerë dhe kemi shit makina? Më u burrë dhe kret ti çka i din sanët, me i kallzu tjetrit. Pejgamberi alayhis salatu wasalam që ka thonë, mi kallzu njerit, kur ja din behanët, mi kallzu. Apo e ke përdor atë taktikën, edhe ke thonë, valla që kjo kerri, merre që e të mjeshtri. Po, dush mi thonë që e të mjeshtri. Ti a din. Po, o gjë, unë i kumë thonë, le ta merë 2 orë, 3 orë, i zbulon mirë, si zbulon, unë ja kumë thonë nësin. Ja, muslimani nuk bjen këtë nivel. Jo bre, ti e manalë se që kaqë. Ti e manalë se që kaqë. Ti dush mi kallzu. Qka din dush mi kallzu. Ndash me pas bereqet në tregtin tane. Po qa kam i bon, thot unë, pëse se mur veshaj. Këta në nivellet tolta nuk i takojnë besimtarve. Le t'i bëjnë gjahilat këto matematika, këto lojna, këto arsuetimet kota, se këto e në arsuetimet kota, besimtare, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithën e Buhariut, ka të regu, kur të shitni, kur të blini, kallzojni behonët çka i ka, krejt çka i dini. Po bjen çmimi, le të bjen më burr. Se bereqeti është në dorë të Allahit, riski është në dorë të Allahit, jo te çaj mjet, te çaj mall që jetu e shit. Kallzoni vllazni. Nëse ti je mashtru dhe të ka shit dikush me një behon, edhe ke bler 10.000 euro, tash kur ta shet, e ke marrë vesh behonën. E ke marrë vesh që konë kerri bom ndeshje. Ti se ke dita e tjetës të ka kallzua, e ka përgjithësin mes ti dhe Allahut. Ndash mës ja fale, drejtë e jote, jo mës m'ja falë që të ka bo dallavere. Ti dush mi kallzu, po pi bjen çmimi 9.000, s'ka lidhje. Ti me matematikat e pareve mës i bën llogari senet, me matematikat e dinit. Sepse ti korritesh para Allahut xhaleshanu kur e din ti. Prandaj po thotë Omeri, keni pas me ta, ke pas me ta Allah shveresh. Me dinarë dhe dirham, ku është epshi, ku është kajtja, lakmia. Përpara pleshte kanë pas atë traditën kur i kanë qenë fëmijët në për ushtri ose në për gurbet. I kanë thonë merrni mollë me vete. Edhe kur çkan atje kur çesnohesh me ata njerëz atje, ose në cop buk, jepi atij shokit mollën. Ja ka thonë mollën. Daje bre shok, po daje ti, jep po kam qef ti me da. Ka marrë ka daj me dorë ose mvarret, edhe ka kthyer copën më të madhe, po man për vetë jap jep. Ka thonë ai i cili e man për vetë copën më të madhe të mollës, nuk o don jetë. Atëherë thotë mos u shoqëro se ai ka lakmi, deri në çet pikë. Din që ka raste kur e merr vesh njerin nëse jetë hongër me një pjatë, rrush ose qershi ose diçka që është me kokra. Edhe sheh, ai që fisnik, shiko Islami dhe ku ka. Atë kokrën e fundit e merr pjatën edhe thotë shokut urna. Kështu e merr në dorë, urna. Merr ti, ja, ti merr urna. Sa mas më shet devotshmëri mu në xhami. Si në gjendje mi bëj çto sana. Pas në shma për kërkan, se ke testu. Edhe e treta ka thonë Omeri, ai e shoqëru me ta në udhtim. Aty ku thot dalin në shesh moralet e larta, vlerat e larta të moralit. Në udhtim, ulemat, kur kam qenë në studime, mbi ke mengu dersën e për kaseta në të kohë, edhe kanë pas shumë këshilla ulemat, udhtimi në për vendet e jo muslimanve, edhe që shdu të musjell besimtari. Subhanallah, nuk musha me kuptu pse japin rëndësi që ka të shumë edukatës muslimanit kër është në vendet, sidomos jo islame, ku s'ka islam. Pse? Por me kalimin e kohës, të pa, të provu edhe vetë do sene, e sheh se si njerëzit e nxjerrin ato që kanë në zemrët vetë në për udhtime. Kur jemi një shok në një vend ku s'njeh kërkush, a din pyetjet deri ku shkojnë? Kam pas njëri i cili kam pas mendim të mirë për ta. Kam menduar që është ibadet xhi. Edhe më ka thonë hoxha,
sa kilometër duhet mi kalu me shku me një vend ku të lejohen punët e haramit. Që të thonë kështu? Që thot vendi qafirave, që ka lidhje. Subhanallah. O në tim, ti e ki ato fetfate si të shkurtimi namazit. Namazit lejohet më shkurtu, jo zinaja. S'lejohet në udhtim. Edhe më uzgjidh krejt, kur qëka në udhtim, besimtarin e man devotshmëria se Allahu Gjellëshanuhu është me ta, shetë dhe gjanë, din, gjdo sen, ku do që të shkan besimtari. Besimtarin e për udhtim e shtan devotshmërin. Edhe kur ta shkurton namazin, nuk e shkurton me qëllim veç nga pritesa, por e shkurton me praktiku sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ngritet më nalt. Jo vetëm thjesht hajde pja bëj rani më shpejt, shqyr që kam lehtësim. Jo, du me praktiku këtë sunet. Andaj Omeri ka thonë këta, i shes se si bëjnë hajgare, si bëjnë demela, si pritojnë më qu, më fal, kesh, fal, sikur, sepse atje nuk është ai rrethi që i njeh. Këtu për shembull je mjek, je hoxh, je profesor, je doktor, je në shkollë, edhe në qytetin tanë së një bëndë dësane se të njohin. Kur shkon dikun me një shtet të funit dunjas, sa të njoft kërkush, tash, mos gjithë, ja. Si ta kanë. Andaj, qëto 3 sene, pa i provu, Omeri radhiyallahu anhu, pra, këtë fjallë ju e keni një, e përdorin plesh këtu. Ama kjo është fjallë e Omerit, radhiyallahu anhu, i cili ka thonë këto 3 gjana, keni kujdes, ose njënën për këtyne 3-jave. Sepse afërsia gjeografike i nxjerr nuk mund me aktru njerëzit e para, do mund më shoqëru shumë. E dyta, lakmia. Lakmia njeriun e qëtë nivele tulta. Kur kime të shqitbleri ose interesat kësaj dunjaje, ku na kemi, do më thonë rasti kur njerëzit i kemi pas shok, kemi mendu që i kemi shok. Edhe kur ka puna ka thonë shok, po kosi me pare. Aja fjala, më thonë, aty i merr vesh pastaj edhe treta kjo që përmendëm në udhtim. Fjala tjetër, thot Omeri po ashtu radhiyallahu anhu, thot, keni kujdes, ka shivllat musliman për me ja zbut zamrën, me ja qetësu zamrën, me kriju një raport pozitiv, edhe ai mundi rahat kur takon me ty, thot, jepi selam, sa herë ta shohesh. Mundo me i dhoni pari selam. Ju e dini vllazni se dhënia selamit është sunet. Kurse kthimi selamit, çka është? Vajib, farz. Cili ama sevap në islam, a suneti a farzi, cili ka është problem ma shumë? Farzi, përveç këtu, të selami. Wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Më i mirë prej atyne dyve që kur jetohen dy, më i mirë prej atyne dyve është ai që fillon me selam. Ulemat kanë thënë, në këtë rast suneti është më i vlefshëm se farzi. Domthon ky që beni me selam, edhe pse do kanë thënë, jo, është për qëllim veç dy që janë dhënë, ky që pe thani natin, edhe po jep selam i pari, këtë sunet për fillon, që ky për qëllim, që ky selami që është sunet, është më i vlefshëm se ai që pe ja kthen që është vajib. Do kanë thonë jo, krejt selamit, sa herë të japi selam i pari, ai që jep i pari ka sevap më shumë se ai që po e kthen. Edhe pse është vajib, edhe me vajib, gjithmonë sevapi më i madh se me sunet, përveç të selami. Allahu alem, Zoti e di më së miri. Omeri vëllat me thonë, unë kam këtu xhamat në xhamime të cilët sinqerisht jam i kënaqur, ku edhe pse kanë domethënë shkollë dhe kanë pozita, por se vrehen sa në që thamë shoqënia, domethënë rrin me ta diku të gjatë dhe i sheh pak nivelet e njerëzve, ku domethënë ndoshta më të voglin, ndoshta më të thjeshtin e xhamatit, ndoshta më si ta shprehim, mos ta nënçmoj askënd, secili është i vlefshëm si besimtar, i jep selam tjerëve, i përshëndet, shkon i kap për dorë etj. Kjo është edukat shumë e madhe. Edukat, vallahi, sa do ai tjetër që rrim pak si ma bose dhe ma imrol vetlat, edhe pret ky tjetri me dhon selam. Kur mos menoje që ai që për jep selam ka më nënçmu. Ai veç ka më ngrit. Ai veç ka më ngrit. Kur pse ti po jep selam njonit, edhe pse ma i ri, edhe pse ma i vogël, ma pak i shkollum, ma pak i pasën, ose. Kur nuk ki mu nënçmu nëse japi selam i pari njerëzve.
thot mi dhon selam, e dyta thot me i thirr me emrat që mas shumë të ata i dojnë. Me emrat, këtu do më thonë, në islam ndalohet me janë gjitë dikuj një nofk, me janë gjitë një lagap, që ati si pëlqen. Nëse din që dikuj nuk i pëlqen një lagap, nuk du të me thirë me atë lagap. Ta shtu të përmane, vëdin, me qëllim s'po përmane. Por, edhe një sen, na kemi pas raste kur dikën prej vllaznive, ose dikush dikën e ka thirë me një emën caktum që ka mendu që për i pëlqen a emën. Edhe pala tjetër nuk ka shpreh shenjat pa kënaqësisë. E ka marrë me vite. Pastaj ka shku, ka prapë të filanit, të fistekit, të 3, 4, 10, 20. Wallahi s'po më pëlqen filani që shpo më thirë, pas po kam qa mi ba, hitë sa të më pëlqen që shpo më thirë. Kjo është gabim, nëse ti nuk të pëlqen, që ajo shprehje, që unë me thonë o zotni, o vlla, o i bekum, shambull për marrë, ty diçka s'po të pëlqen kjo. Se qëllimisht i përmena do emrat mirë, nuk përmena diçka. Kallzoj o burr, thuj, ma bëna Allah, po nuk e kam marak. Ani, në rregull është emën shumë i mirë, se kam marak. Kallzoj, mos shko me folën për njerëz e me kriju pastaj, a i ka bo gabim që të ka thonë, po ti ke bo 2 fish gabim që si ke tregu, merre daje, veç, ose thuj dikuj, shka be thuj filanit, se s'po mujën e mi thonë, mos më thirë me qata emën. Jemi, mëllon, ma mirë është me thirë me emën vetë, por ndodhë që emnin dikujt ja thirë të plot, dikuj ja thirë si për gjys. Ndoshta i s'ka qërë që ashtu me thirë për gjys, prandaj Omeri për thotë radhiyallahu anhu thirrne me emrat që aty në ju pëlqen mas shumti. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thirr sahabët me emra ledhatues. Aisha radhiyallahu anha, Aisha nuk e ka thirr po Aish. Është si emër pak ledhatues. Edhe Aisha radhiyallahu anha ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është transmetimi në Sahihun e Buhariut, ku thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisha, unë e di kur je ti e kënaqshme me mua, edhe kur je e idhnuar me mua. Pra mendo, bashorti sa larg pams ka ditë çdo detaj për gruan e vet. Ka thonë, "Ç'është ja Rasulullah?" Thotë, "Ti kur je e kënaqshme me mua, thu po ose jo, kur të pyes diçka, pasha Zotin tan, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur je e idhnuar me mua, thu po ose jo, pasha Zotin e Ibrahimit." Domethënë, nga dashnia për pejgamberin, thot, vallahi ja Rasulullah, po, ç'ashtu është. Domethënë, e ka kuptu, e pejgamberi ka thirr Aishën me emën, ashtu i ka thirr disa sahabë me shkurtesa, si është Ebu Hurejren, Abdurrahman ibn Sakhrin, kur e ka pa me një mas, ja Aba Hurejre, i ka thonë, o baba i maqokut. Pastaj i ka thonë, mos po të vjen i nati që po të thamë me këtë emën. Thotë, jo, ja Rasulullah, një emën që pejgamberi alayhi salatu wasalam ma nxet kështu po ose me një llagap. Është gëzuar Abu Hurajra me këtë gjë. Pra kjo është e dyta. Edhe e treta, kur s'ka vend në tubim, në një darsë, në një mexhlis, në një neje, mundoheni vllaut mi bë vend. Edhe në xhami, po ju këshilloj. Edhe pse nuk është sunet mi kalu kokat e njerëzve me ardhur në safin e parë. Në xhuma sidomos, megjithatë, ngushtohuni për i Zotit, ka ardhur dikush ose ka mbet dikush në kom. Mundohu din maksimum mi bë vend. Me thirr ose me thonë hajde çtu nga meje. Kur hyn njeriu, sidomos në vende ku nuk e njohin ose ka shku me një darsën, po e quajmë në një restorant me halal jemi të folë, mos të kputët kamerë, pastaj me thonë hoxha, po me shku në darsma në restorante. Edhe ka ardhur dikush, s'pe njeh kërkon, ti e t'jo njoft ata. Çu, edhe thuj, hajde vëlla, hajde këtu. Kamet ose imrami është vënu për diçka. Mundohu me ja boni vend, me i dhona afërsi. Përpara i kanë dhënë afërsi njerëzve ku kanë shku në për gyrbet ose në ushtri. E kanë pa pikajt është, jo në zvet për shembull, ose ka qenë shqiptar në ish Jugosllavin, e
kanë afru, hajde, në dhomë temë, ose kanë marrë, kanë majtë, hajde në banes temë, një mujni. Edhe kjo në mezhlis, pastaj ti mezhlisin mund është me ba dhe banes, edhe shtetë, edhe ushtri, edhe me zgjanu. Në tregimin e atyre 3 personave, që i ka bojkotu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmeton Kabe, thotë kur kum shku te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i pari që ka vrapu, u çun kom në xhami dhe ka ardhur te dera, pra mendon me një naje ku si kanë fol 50 e sa ditë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sahabët, ka hini njëri i cili si në faj, i pendum, i pranum pendimi, po e fillon pi zero, se refresh e ka bon shëshnin. I pari që o qu, ka shku të dera për mësmunia i keq, edhe ka kape ka përqavu Talha, ka qenë Talha i boni Bejdullah. Thot, Kabi thot, kur si haroj ato? Ka hi si, a ke pas si i huje në mezhlis, në gjami. I pari që o qu dhe ka të dera, ka përqavu, hajde vëlla, e ka afru. Thot, nuk i haroj kur. Nëndej, nëse ndodh me nej të bim, dikon, ato që e njifni, jepni në gjëfësi, afrojni. Ja din amnin, thire me amën. Kjo e shton dashnin. Bile ulemat kanë thonë një prej sebepeve, që e të rejk vëmendjen, e palës tjetër është her pasere me përmend amnin e ti. Me thonë, kam qenë me filanin, kam pa fistekun. E këto sebepe, këto që përmendën qëto 3, nëse i gjeni njerëzët që i kanë qëto 3 cilësi, mos i lëshoni. Unë po shtoj këtu edhe disa pika, ajo është kur rrin me njerëz që nuk ta bëjnë muhabetin bajat. Pastaj, edhe nëse nuk ka qashtu, mundohet me edukat, me përmirësu situatën ose muhabetin pa të nënçmu. Tjetra, me nejt me njerëz të cilët gjithmonë pozitiv mendojnë, pozitiv anojnë. Situatat tua pozitivi i komentojnë. Rrini me këta njerëz. Shumë është më rëndësi me mbjell në shpirt, do më thonë pozitivitet, jo energji negative, po pozitive. është zarë mi gjetë njerëzit e tillë, s'mon me gjetë shumë. Tjetra, mu mundu që arritjet e njerëzve, parët e tjerve, me i prezentu. Jo me thonë filani, me amën edhe u kry. Mi filani cili është kështu, kam rinj, ka bo këtë. Kjo, normal, gjithmonë duke u siguru mos mi rrit menja. Por, kjo jep me kuptu që ai ka muni rahat në mezhlis. Edhe po ta vlerëson që ato që po ta përmend, që atë punë që ke arrit, me mrinj hala, me i prezentu njerëz me profesionet e tyne. Nuk është kjo në nëqmim. Njerëz të tillë mani, krijoni shoqëri me ta, edhe kjo arrin domethënë tek zemra me ndiku pozitivisht. Pra jashtova kësaj që ka thonë Omeri. Një këshill tjetër thot, nuk i lejohet një muslimanit që ka një për vllahën e vet një fjalë të keqe, ka një, i ka një lajm, një haber, se kështu vllahu musliman ka ba, nuk i lejohet me mendu keq edhe me kriju bindje për qatë vllahun, përderisa ka alternativ me mendu mirë edhe me e qu, me orientu qatë lajm pozitiv. Mja gjet një derë. Ju e dini, në islam është ai rregulli, nëse ka një lajm i keq për një vlla, duhesh më mundu mja gjet 70 arsye. Me menu deri ta vërteton 70 arsye. Nëse nuk mund me gjërat arsye, çka më bë? Me thonë kështu. Ndoshta vllau ka arsye që unë nuk po më kujtohet, s'po di. Ndoshta vllau ka arsye. S'lejohet të ndrum vllazën. Për jap pe praktikës një ditë me një vlla musliman në etëm edhe ai ishte tu e prit edhe në drejkë edhe një kindin një shok tjetër që kishin me shku dikun me makinë. Pastaj ai serdhas në drejkës një kindi. Më tha,
ky burri, i vjetër në mosh, hoxha tha, më qënë mu dikun me ble diqka, që tha, e prita ndrejkën i qini. Thash po. Hypëm makinë bashkë, që tha, po folin gjinja, edhe s'pe man fjallën. Thash, mos u gut. Prit, a më ngën mu, tha, po. Thash, prite, mos me ndo keq deri të takohesh me ta. Veç që kaq. Veç deri të takohesh. Se thash, mos po korritmi të dytë. Jemi të fol, a i shkreti pale, çfarë halli ka pas. Masanina, thash, na vjen marrë edhe për Zotit, edhe për Milaqeve, edhe për njëni tjetër. Pse na? Folim keq për ta. Kur u takum nesër me njëjtin person, subhanallah, ashtu vërtet kish pas arsye, sa? I thash atij burrit, apshe thash për pak kem të u korrit, para Zotit, në ati si kishme kallzu, çka kena fillu na me fol për ta. Andaj, nëse kur gjë s'mund me bo, mi gjetë arsye, nalu, na kemi raste kur, e kam përmenë me një ders tjetër, jemi turpru prej Zotit dhe prej vetës tonë, pse kemi paragjyku pa u taku. Kalon takimin ka ardhë, ka pas qysh, zban muslimani, kur e taku ka pas e ka arsye. Ju e dini atë rastin kur njoni prej muslimanëve i ka lyp pare vllaut muslimane, ka thënë në telefon. Vllai dashtën, po më vjen urgjent, shembull 500 euro. Thot, po ti bi, ku je? Në Shadrvan. Prit, për një orë aty jam. Për thirë ky mas një ore, s'pi ban telefoni. Ky që po pret, ky që ka nevojë për pare. Edhe filloj me paragjyku, me thonë, tha, le që sërtë, po edhe më msheli telefonin, ta s'po ma qeli telefonin. Qysh be tha rajnë njerëzit edhe bonë kështu të paftyrë, ta msheli telefonin. Nuk shkun 2-3 minuta, 5 minuta, erdhaj. Tha që 500 euro. Tha më bon halal, tha se spata, shkova shita telefonin e ti pruna parët. Në këtë pozit, a do këtë mirë që ke paragjyku? A i ka, kur i ka thonë ky, po ma mshel telefonin, në fakt e qka? E ka shit telefonin për këta. A ky se ka shit vetin, a i ka shit për këta. Edhe apet i paragjykum. Pse? Ngutia. Për pak koritesh. Kjo është përmend prej e për derset hoxhallarëve, s'është që unë e kam dëgjuar, edhe unë e kam, dhe më thonë se më ka ndodhur mua kjo, por dikuj në për derse e keni dëgjuar dhe ju. Prandaj mundoni me gjetë arsye për besimtarët. A din kush gjon arsye edhe kush paragjykon? Ai që ka zemrën e pastër gjon arsye. Ai cili ka do virusa në zemër, do mora paragjykon. Shumë është prej pastërtive më të mëdhaja, prej rahatlukut më të madh, inshirahu sadr, qetësi shpirtërore, gjerësi e gjoksit, është me mendu mirë, me arsyetu muslimanët, s'paku o vlla, deri takosh me ta, mos i paragjyko. Tjetër pikë. Thot Omer ibn al-Khattabi prap, mos u merr, thot, për më konë rahat, mos u merr me gjërat që nuk t'interesojnë. E para. Sa lajme i kanë dëgju njerëzit kur ka qenë koha pandemisë. Sa lajme, ditë e natë. Sa lajme i kanë dëgju njerëzit prej viteve 90-ta. Që ka përbot me Kosovën. Sa lajme. Shuni, plesht. Ngëni, në fund, që ka thanë, bra, i more vesh, e dini atë. Ajo mes popullit që është si humor. Sa lajme ndërkombëtare, u bon kjo, kam u bon ja. Sa herë në kanë pyet që ka ndodhur problemet në botën islame, është nga të kiameti. Po shonë një prej faqeve të një hoxhe të khairit, lutja Allah që ta udhëzoj ata dhe neve të na forcojnë din, po e përshkruan këto luftat e fundit problemet, thot kush mas luftës së tretë botërore, kush ka me shpëtuar ka fatin me paje gjush me gjugjin. Pse me këso paragjykime? Pse me këso gjërat të cilat nuk na bëjnë dobi, popullin e fusin në huti,
pozitivitet, mbështetje në kader të Allahut, në Zotin. Pastaj sa komentimet u bashin, jo flamurat e zi, jo ata, jo këta, jo po del Mehdiu, jo prej këtu kam ardhur, jo tash shenjat e mëdha të Kiametit. Pse merresh me gjërat cilat janë para gjykime, cilat nuk t'interesojnë, në cilat ti nuk mund me bën ndryshim kur gja. Veç në ngjarjet e fundit në Kosovë mas themelimi i qeverisë ose nëse ti rrin çdo ditë 33 herë saktë është bën që nuk pi udhëz. Domethënë pi bën që ti 33 ditë spaku ka gjysore me ngu lajmet çka kanë bën ata a di çka kanë bën. Kanë shku kanë fitu parë në parlament. Ti ngaj lajmet të shtëpia. Ngaj ti lajmet. Ti 33 herë ka gjysore kishe mujt një herë me lezu Kur'anin plus më konë të gjuzi tret për herë dytë. Se ti nëse po i ngan që ata, a jetu bon diçka, a jetu ndryshu. Kyqja në gjërat cilat ti nuk ke ndikim to, as nuk përfiton, ti s'ke ndikim, as nuk përfiton. Është humbje kohe. Ti ju tham një realitet. Prej fillimit deri në fund, sa ka qenë pandemia, nuk po thamë unë 3 muaj sak ishmi të mbyllur, po ma shumë, ajo koha deri sa ma u harru. Në shtëpinë time vetëm një herë, gabimisht pa qenë unë në shtëpi, janë shu lajmet. Fëmijët i kanë shu dikush. Absolut çdo sen familje ka qenë e qetë, pas stres psikologjik. Vdiqen 1.000, vdiqen 10.000, po i gjujnë, po i marrin, po i djegin, po i kallin. Po thot Omeri, mos u merr me gjërat cilat nuk përfiton prej tyne, cilat nuk ki mundësi me ndiku te to. E para, e dyta, largohu sa ma shumë kontaktit me armikun tënd. E kemi rregull në Islam, na mos me lyp ballafaqimin me armikun. Por nëse vjen puna mu ballafaqu, çka me bën? Me qinru. Me qinru. Sa të munësh. Këtu armiku nuk është veç armiku i luftës. Ka në njeri me cilin ti nuk i ki punë të mirë. Ka në njeri që ti nuk shkon me të muhabit. Çka me bën? Sa ma shumë mu distancu. Nga një herë, majnë men qëtë fjalë. Shpesh nga pyesin neve, mbajtja lidhje farefisnore, a mu distancu për nëj kusherinit, nëj agjës, nëj. Themi, ka herë ma mirë mu distancu, me majtë vetëm zyrtarisht. Një darësëm një deke, mas me i me dalë shumë me ta. Mu distancu pak, për mës mu bo ma keq. Dhe më thonë, largohesh prej dikuj, pse e do, që mës mu bo, ma madhe mu prish me ka kretë. E ma një distancë vetë zyrtare. Pra largohu armikut tanë, sa të munësh. E din që me dikan nuk shkon muhabeti, largohu prej ti. Po e përfundojmë inshallah. Thot, mos e merr për shok shpirtit illa al-amin, veç besnikun. Një burr që është besnik, që mas shpine nuk ta marrën kulaçin. Nduket e kom përmend, nuk e di këtu, po e përsëris, le të mbetet edhe një qezim. Unë një ditë e lexova një shkrim ku thoshte, a ki shok që 24 orë, nëse e thirë ti ta qel telefonin edhe nëse i thunë 2 natës, hajde, se kam pak punë, veç kaq, d'vjen të dera, pa të pyet për çka. Unë unala me nova, i gjeta do, po shumë pak. 1-2, në besane. Po tash, unë i gjeta 1-2, po tash tosha, mu me më thirë dikush, a shkoj për dikan, a kam në shok që bajagu unë ngushtova. Thash, më përnë vaki për asnjonin së jam gjendje me shku, s'kam qasi bornije. Qka për thot? Omeri, mos e ban shok të shpirtit, veç se ato që është besnik. Pse besnik?
a keni në shok, ju që jeni të martu me keni fëmijë? A i ke thonë fëmijëve të ti, unë i kom thonë. Ja kom lona amanat, nëse vdes. Për anën fetare, e pyetni veç filanin. Djali dhe. Veç filanin. Për çdo sen, martes, shkurorzim, me shit, shpi, me ble, veç filan hoxhën. Një. Edhe për çdo sen dunjas që keni nevojë, pare, martes, ilaçe, smundje, trokitni nder fistikut, tjetër kuj. A ki që si njerëz që ti nëse vdes, ti me vdek, je i sigur që filani, familjen tani ka me këshyrë fëmijët e tu, qikat të tua ka mi martu si të vetat mi pasë. A ki që se shoki? A që të bënë shak? Nëse e gjoni që si? Ne jemi të folë për një shoqëri e cila ka parime, e cila ka identitet, e cila ka islam. Nuk jemi të folë për laperhane. Nuk jemi të folë për një shoqëri që vetëm arritje i kanë fillgat e kerave. Se jemi të folë për atë shoqëri. Ne jemi të folë për një shoqëri i cili shokin e vetë, familjen e shokit, kojshin e vetë, familjen e kojshiz vetë, o gjendë ditë dhe natë, me ju dalë balë. Jo për dikon i cili nuk e nje këmshin e vetë. Prandaj, standardën me cilat sot jetohet bota, nuk në atakojnë neve, nuk janë pjesë e jona. Kretë po bëjnë, po le të bëjnë kretë, na s'kemi me kërkon kur gja. Na do ta marrim fjalën e Ibn Mesudit, që na s'bën ka shkojnë tjerë me shku, na kemi parimet tona, marrëdhëniet tona kemi. Pra, shoqëroja bane shok taman, jo shok Facebookut. Ata i cili është fisnik apo besnik. Fa innal amin min al-qawmi la yu'adiluhu shay. Burrat besnik nuk kanë, na thojmë popullor që s'kan pagun. S'kan pagun. Ta bani që si rrethi, ti ke më kanë rahat. E ke pa të njerëz, shkon me filanin, kthehet me filanin, pin kafe me filanin, veç me filanin. Pse? Ai ka shok, ai njihet rahat me ta. Ai njihet rahat, ai s'ka nevojë me dalë me i ba 100 shok. Tjetër është puna, tjetër është biznesi, tjetër është profesioni. Detyron më taku me 100 njerëz brenda ditës. Ajo tjetër. Mos azgjate shumë, wala tusahib al-fajr, thot e asëse mos e shoqëro të prishtin. Mëkatarin e madh, ai që bën gjunat mëdha. Pse? Që shtojmë na ta nxjet kilën. Ta nxjet kilën, rrish një herë, do muhabete që ka i qelë, kur të kalon një kohë, une një ditë njëri mua anku, tha hoqë, tha, subhanallah, ku më fillu, tha mbo shah. Pse? Tha, të ne me dë njerës, tha, janë i sa dhonë, ata tha, të shah dhonë, si më bon si një normal në vesh. A keni po ju njerës që ja ka nisë me pi duhanin, të najtë me duhan gji. Po. Qka po dhët? Po dhët, ata me katartë mos i shoqëra, se ata kanë me të bënë si vetja. A din që tash një prej atyre gjonave që janë bënë mod, janë bënë normal në Evropë, kjo letjet të rejke vrejtjes për juve, kur që kanë në bërë akraba në Evropë. Për para i kanë qu, ja kanë qitë një drejka, po, me respektu, një kafe. Ta shka po bajnë? Piqojnë në përvenet të zinas. Po më të regon një besimtar, thot ajde, ta qesim një dark, i kanë thonë, kanë marrë e kanë qu, thot kur kom hi veç, ose është afrua të tash mësta, i ka bohor, që ka lidhje këtu s'po të shek kërkush, a pesha jo në fillim që e përmenëm, s'po të shek kërkush, nutim me marrëvesh njerin. Zoti ju vraft. Mos i shoqëroni këta njerëz. Absolut. Njerëzve të këqij po thot, ose njerëzve në përgjithësi, po këtu e ka përmend për të këqit ma në veçanti, mos ja u trego fshehtësitë tua.
Të mesela fshëtsive, edhe nëse janë fshëtsi pozitive, normal. S'ki nevojë me ja tregu edhe njerëzve që i ketë afërt, dhe nëse janë të mirë. Janë ndo gjana të cilat është mirë veç të mi ditë vetë. Njeriu sa ma shumë që i mban do sene për veti, është ma i fort në personalitet. Njeriu i cili kallzon çdo sen, është ma i dopt. S'munët me maj dikujt i kru trupi pa i nxerr krejt senet në qesh. Edhe e fundit, thot konsultohu veç me njerëzit që kanë tutën e Zotit. Mos shko me konsultu me dikan i cili i thush e kam një problem me gruan, kështu. A hiç pa i menu sanet pa ju tut Allahit të lësho. Po në kollaj e kaj. Ama kanë me të pëjesin fëmija, e po bëhet kjo, po bëhet e ka dalë. Ki tutën e Zotit. Njeri ka arë në amanet, po konsultohet me ty. Ki frikë Allahun. Një fjale jotja taj mund me ndiku shumë. Andaj, konsultohet me njerëzit që kanë frikën e Zotit. Ndoshta rrallë kemi pas raste kër jena konsultu me njerëz, por jemi konsultu. Unë e konkret për veti kam 2 raste që jam konsultu me njerëz me një njeri, në 2 rastet me një njeri të madh. Edhe këshillat që i kam marrë s'kan qenë favor temin. Ona jashtë, s'kan qenë favor temin, por kur t'ja beson dikujt në amanet, edhe ai të këshillon ki besim të taj. Edhe ai të këshillon taman. E ka tutën e Zotit. Është njeri që i analizon senet mirë. Nuk është të jetu në për shpella, po të jetu në shoshnin tonë, a? Kollaja me të thonë, selefi kanë bon, o shuk jam, selefi po, selefi kanë jetu në khilafet atëherë, në kohën Omer ibn Khattabit, Omer ibn Abdulazizit, kallza mu, sot, o vllave jam, sot, a jetë e pak ti, ma jep një këshill që më përshtatet në tokë, për tokën ja. E qëta njerës kur t'i këshillën që ka tutën e Zotit, i dire thonat, më ka dalë ma mirë. Sot me më thonë, api në rënë, që ato vendime që i ke marë, pas konsultimit me njerëzit e menshëm, tha mun jo, nuk i në raj. As 10 fishin, as 100 fishin me malon, nuk i në raj. Ama me njerëz që kanë tutën e Zotit. Konsultoha me njerëz që kanë tutën e Zotit. Edhe nuk del keq. Edhe është mirë, meselet e mëdhaja, me shku më ullë. Mosu mjaftoni sot ka dalë WhatsApp, interneti, aja kjo sen, thot që 20 herë ku më pyt për filan, ku ke pyt? Ku më shkru një sajër, njoni më kishtir një ditë 28 herë, ku më takon të s'ma qelish me telefonin pe këqyris ke thirëmër, jo tha në Instagram ku më thirë. A bëna i gara? Unë e kam blokum Instagram mësë me mujtë me thirë, dhe më thonë zvin të unë e thirit, aty dalin kur t'hen taj. Ta shti dëmë me më paragjiku mu, ku më pas një diqka me t'pyt, 28 herë. Ta shmu ma len fajnë, ti nëse ke pas shumë më rëndësi, i hypkerit, sahabët e pejgamberit a.s. për një hadith, kanë utu me muj, ka shku të shoki vetë, e di këtë hadith, po du me vërtetu, a u konë bre qështu fjale pejgamberit s.a.s. ka thone sahabiju tjetër, po, Allah i shpëvlet, selam aleikum, ko rrit të apim një kafe një qaj, edhe na, thojmë, se ata s'kanë thonë që ashtu, jo, unë e kryta ta amen, selam aleikum, devës apet 1000 kilometrë, një mujdit, ka hecë, ti nuk je në gjendje, më pytë mu, ti në filan punën, fistek punën, hajde konsultu, nuk ka ma, që me të ma, si në gjendje marë më konsultu për punën tane, ose dhe vetë, o gjo, anë që kja, a banë qështu, jo vëllë zbanë, unë dje e banë, pse po pytë, a ke kry dje, pse po pytë sëtë, po pytë njerë masalina banë, jo si kursa i cili o që o falë pa avdes, hoxha banë mu falë pa avdes, ish fale, tha jo zbanë, më Allah i tha po bojke, shumë, po tha unë jem falë, mëne e ka kry njerë, po ti e falë, po s'tu ka pranu. Edhe kjo dhe më dhane, bane i gabimin, pas taj dënë mu konsultu. Kështë që mos ja besani, më falë një qësë gjata, mos ja besani gjithdo kuj amanetet e juja. Gjerat e mëlaja, ullënu. Mëllaj këmë thonë njonit njerë në internet, hajde thash në kofshi. I nevojshëm për një këshill, hajde, prej fundit Shqipnis.
Kur e kum pa namaz të akşamit ka ardhur në xhami. Ka thonë jam filan fisteki që më ka thonë marrë, që tu ka ardhur konsultu me mu, pa shallajn. S'kum pas kohë më marrë shumë me ta, për ja 15 minuta ja kum falë. Ka ba burnin jere. E dojnë kretë senet, mi pas qështu, e ja, s'ka, pak du të më lodhë. Të ndërum lazën, kjo për sot, lusë Allah që t'ju shpërblej juve dhe neve, të na vaj për atyre që përfitojmë nga këto ligjërata, walhamdulillahi rabbil alamin.